Tregu I konsumit në Shqipëri po mbështetet gjithnjë më shumë te mishi importuar, në një kohë kur prodhimi vendas po pëson një tkurrje të ndjeshme dhe sektori blegtorar po humbet gradualisht kapacitetet e tij prodhuese. Të dhënat zyrtare tregojnë si gjatë muajit prill 2026, importet e mishit dhe të brendshmeve të ngrënshme arritën në rreth 894 milion lek. Kjo shifër shënon nivelin e dytë më të lartë historik të regjistruar ndonjëherë për një muaj të vetëm në 20 vjetet e fundit, duke dëshmuar qartë varësinë në rritje të vendit nga furnizimet e jashtme, ku Brazili mban peshën kryesore me gati gjysmën e sasisë totale. Kjo rritje e fortë nuk lidhet vetëm me shtrenjtimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, por reflekton një shtim real të sasive të importuara për të mbuluar kërkesën e brendshme. Vetëm për gjatë muajit prill, pesha e mishit të futur nga jashtë arriti në mbi 5 milion kilogram, që përbën nivelin më të lartë të vërejtur në vitet e fundit. Paralelisht me volumet, ka pësuar rritje edhe çmimi mesatar I këtij produkti, I cili arriti në rreth 178.6 lek për kilogram në prill 2026, krahasuar me rreth 153.4 lek që regjistroi në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndryshimi në strukturën e furnizimit të tregut vendas bëhet edhe më I dukshëm po të krahasohet me vitet e kaluara, kur importet mujore të mishit luhateshin zakonisht mes vlerave 400 dhe 600 milion lek. Gjatë 2 viteve të fundit, këto shifra po u afrohen gjithnjë më shpesh niveleve rekord, gjë që dëshmon se tregu po pëson një kthes strukturore. Ky ekspansion I importeve vjen në një moment mjaft kritik për fshatin dhe blegtorinë shqiptare, pasi prodhimi total I mishit në vend zbriti në rreth 130.000 ton në vitin 2024, duke shënuar kështu nivelin më të ulët të regjistruar në 2 dekadat e fundit.